edhe ne kemi mirë prit dhe mikzu, po në asnjë herë se kemi mendu që Zoti Buzhala ka bëhat punë për me ardhur në subjektin tonë. Ky është shumë i qartë, me profilin ekonomik me kontribu. Ky është shumë i qartë. Do me theksu edhe diçka. Jo me analiza politike, po me. Është hera me Zotin Buzhala, do të thotë, po me Zotin Buzhala, kjo praktika analistëve për me ja trasu rrugën është e gjatë dhe është e kaheshme. Po. Edhe para prakisht, do të thotë, e kemi ditë se ku shkon, nëse ku mund me shku, nëse personi shkon politikë. Nuk po mirë me individ të caktuar. Unë nuk e mendoj që ju e keni ditë ku shkon Zoti Buzhala. Jo, unë me Zoti Buzhala, unë me Zotin Buzhala që 26 vite një si një gazetar. Unë si një gazetar dhe ekonomist shkëlqyshëm e një, do të thotë, po flasëm në ato se çka tha Zoti Dili duke mos ju referu emra, do të thotë. Kemi pas që Armend Muja ka trasu rrugën sa kohë edhe në vetëm mendoj që janë pasuri të kuvendit nëse zgjedhen. Nuk po mohoj këto, por kjo diçka që ka ndodhur. Do të flas pak edhe te pjesa ku jam e sektorit tëm. Para se me emëru si zëvendësministri i shëndetësisë në prill të 2021-s, unë kom udhëheq që kam thënë që në kryesorët e mjekësisë familjare në prezencë si kryeshefi i departamentit mjekësisë familjare për cilin jam profilizuar.